57 vjeçari Nikol Radaci që aksidentoi për vdekje 2 fëmijë dhe plagosi 1 të tretë. Ditën e diel në Durrës ka heshtur sot para gjykatës, e cila vendosi ta lërë në arrest me burg. Ndërkohë AMP ka nisur një hetim për veprimet e policisë së Durrësit. Me kokën ullur dhe shenja pendese, ky është momenti kur 57 vjeçarit Nikol Radaci komunikohet masa e sigurisë arrest në burg, pasi aksidentoi për vdekje 2 të mitur para ditën e së dielës në lagjen 15 të qytetit të Durrësit. Përplasja tragjike përfshiu dhe një të mitur të tretë, i cili vijon të marrë mjekim në spitalin e traumës, ku gjendja e tij shëndetësore ka kaluar rreziku për jetën. Gjatë seancës së kësaj të martë në gjykatën e Durrësit, Radaci ka refuzuar të flasë. Pas përfundimit, avokatja e caktuar kryesisht tha se klienti i saj ka shfaqur shenja pendese. Dukej në gjendje të rënduar psikologjike, nuk pranoi të fliste, nuk dha shpjegim përpara gjykatës. Unë isha e ftuar nga shteti për të realizuar mbrojtje, duke qenë se nuk ishte një avokat të zgjedhur. Nikol Radaci u vun në pranga nga policia vetëm pak minuta pas aksidentit tragjik, teksa nga verifikimet ai rezultoi se drejtonte automjetin në gjendje të dehur. 57 vjeçari ishte skeduar si një shofer problematik, pasi rezultoi ndëshkuar në 2020 për parakalim të gabuar, ndërsa në 2022 i ishte pezulluar 2 herë nga një muaj leja e drejtimit për tejkalim të shpejtësisë. Për ngjarjen e rënd, drejtori i përgjithshëm i policisë, Skënder Hita, pezulloi nga detyra të gjithë zinxhirin komandues të policisë Durrës, mes të cilëve dhe kreun e saj, Afrim Tafa. Ndërkohë këtë të martë, Agjencia Mbikëqyrjes Policore e Durrës ka nisur hetim mbi veprimet policore të ndërmarra nga drejtoria vendore, sa i takon aksidentit të rënd, por edhe ndëshkimit të shoferit në shkeljet e mëparshme.